Emri. Arjan. Sakol. Emri i artit. DJ Ani. Kolis M. Mosha. 23. 20. Profesioni. DJ dhe audiomontazher. DJ, normal. Çfarë do të thotë për ju DJ? DJ është, më thënë përkthehet, është nga anglishtja, shkurtim, disc jockey. DJ do thonë është fjala disc jockey, do një DJ që los me disje. Sa kohë keni që merreni me këtë profesion? Pothuajse 8 vjet. Rreth 7 vjet. Rryma muzikore që preferoni? House dhe trance. Kam shumë domethënë për një nga rrymat që los më tepër është dub electronic. Ç'mendim keni për njëri tjetrin? DJ më i mirë. Fatikisht domethënë është një DJ shumë i mirë, por s'u ka dhënë mundësia këtu në Shqipëri. Nga 1 në 10 në profesionin tuaj, sa ka ndikuar shkolla? 7. 7. Sa ka ndikuar talenti? 10. Nuk e di, sepse të talentuarit nuk e din kurrë që janë talentuar apo jo. Sa ka ndikuar miku? Në fillimet e mia ka ndikuar pak. Miku ka ndikuar vetëm herë e parë kur jam futur në punë, sepse në Shqipëri nuk ka kurse për DJ, edhe mu dha mundësia. Edhe ai miku 3 muaj majti në punë, më hoqi nga puna pastaj. Po bukuria? Nuk e di shumë pak. Nuk e di, unë sem i bukur. Çfarë është radio për ju? Duhen shumë llave me përshkruaj domethënë këtë gjë. Me pak fjalë është jeta ime, është ai vend që unë pata mundësinë të bëj diçka dhe nëse jam deri këtu ku jam, më dhe më ka dhënë mundësi radio. Pse në Shqipëri DJ-t nuk janë aq të famshëm? Fatikisht domethënë këtu mungon shumë menaxhimi. Mund të them që për fat menaxhimit, po edhe ne nuk kemi një nivel profesional shumë të lartë, sepse 10 vjet apo 15 vjet ka që njihet termi DJ. Kurse në botë njihet që në vitin 1970. Cili është sipas jush DJ më i mirë shqiptar? Mbasi DJ Koli. Faktikisht domethënë nuk ka. Me një fjali, ç'mendim keni për DJ Aldon? Commercial. Nuk e njoh. Ç'mendim keni për DJ Cherrin? Commercial dhe. Çuni mirë. Për DJ Molelon? Edhe kish shumë commercial. Komercial nuk është këshit e mia, po është DJ i mirë normalisht. Sipas jush, kush është diskoteka ose pubi me muzikën më të mirë? Për shihet që kam unë këtu se besoj se ka. Shqipëri domethënë përveç organizimeve që kanë bërë në disa çuna, klabe nuk ka domethënë. Cila është performanca juaj më e mirë? Ka qenë ke një party ke Mali Robit. Performanca më e mirë është që më ka dhënë mundësinë dhe vërtet që jam krenar. Më ka dhënë Radio Plus 2 para 2 vjetësh, kur është festuar për herë të parë në Shqipëri Nata e Bardhë. Ne kemi qenë ke ura vogël, aty kam pas një sukses të papar. Po performanca më e dështuar? S'kam pasur. Unë bëj dhe dasma dhe ajo është gjë më e dështuar që mund të ekzistojë. Do të pranoni të bënit muzikë në një aktivitet politik? Ja. Kam bërë. Do të pranoni të lënë Shqipërinë për hir të profesionit? Po. E kam menduar dhe së shpejti atë do bëj. Cili është DJ juaj preferuar në botë? DJ Tiesto dhe Armin van Buuren. Ka shumë, po një nga ato Satoshi Tomi. Si mund të arrini ju në nivelin e tij? Me shumë punë. Do të ikë nga këtu të bëj një shkollë për DJ producent dhe pastaj ambienti sill mundësi tjera. Ç'mendim keni për muzikën e sotme në Shqipëri? Shumë lëngje, shumë e varfër. Sallat. Jeni dakord me këngëtarët që vjedhin muzikë? Ja. As pak. Dakord nuk jam, por për disa njerëzit akoma i blejnë, më thënë fajin e kanë njerëzit këtë rast, sepse është pak a shumë si me politikanët që thonë që pse janë këto politikanë, ndërkohë që këto i zgjedhin. Cili është këngëtari juaj shqiptar i preferuar? S'kam. Mund të them Aleksandr Gjoka. Po këngëtari huaj? Nuk kam një preferencë. Çikson Speed. Sa para fiton një DJ? Në Shqipëri shumë pak. Për një natë më kam marrë deri 500 euro, edhe shumë ta. Më mirë një DJ i pasur dhe jo i njohur apo i njohur dhe pa para? I njohur pa para. Do të kemi ndërthurje mes këtyre të dyjeve dhe ka një çik kontradikt sepse DJ që është i njohur normalisht dhe i pasur. Sa të suksesshëm jeni me femrat? Besoj se 5%. I suksesshëm? Pse di, nuk e besoj. Normal si çdo njeri. Ndikon profesioni juaj në suksesin me femrat? Besoj se jo. Jo, ka qenë 92-shin po, ka qenë kjo gjë. Edhe kemi pas sukses goxha. Mund më tregoni një ngjarje ku nëpërmjet profesionit ju keni rrëmbyer zemrën e ndonjë vajze? Ka ndodhur më para këtu 6 vjet domethënë, po kam qenë shumë i vogël, se mbaj mend fiks fare ta them. Se di edhe po të ndodhte, duhet të ishte një manjak se s'ka mundësi. Cila është ëndra juaj në Sirtar? Po një DJ producent. Tani ëndra që kam Sirtar është të vazhdoj një shkollë për inxhinier sound dhe të arris kulmin tim si DJ. Më thënë kjo është jeta ime, këtë mendoj. Projekti më afërt që keni? Tani për tani s'kam. Kam një projekt në një televizion dhe mendoj se momentin që do e bëj ashtu siç dua unë, do bëj namin. Edhe për këtë ju siguroj. Një urim për njëri tjetrin. Ju plotësofshin ëndrat që ka në Sirtar. Lart e më lart. Një urim për paparacin. Ju bëv dita e mi. Ju bëv dita 1001. Mund më bëni pak muzikë tani? Po. Me kënaqësi.